Nëse e fal namazin vazhdimisht dhe me përullësi, e fal namazin vazhdimisht me rregull, i përmbahesh rregullave të namazit, do të gjesh në zemrën tënde një forcë që ti bësh ballë mëkateve. Do të gjesh në zemrën tënde një forcë që të shtyn të mbrohesh prej mëkateve. Ama nëse ti neglizhon, nëse ti dobësohesh, nëse ti nuk i kushton rëndësi namazit, atëherë do të shikosh që dhe shejtani gjen hapësirë për të shtyrë drejt punëve të këqija. Prandaj vlla im, motra ime, kushtoj rëndësi namazit. Inna salate tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtet, namazit të ndalon nga shturja dhe nga çdo punë e shëmtuar. Lutim Zotin e qetësisë që të na bëjë prej atyre që i kushtojnë rëndësi namazit.